Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi një konferencë për mediat, ku sqaroi rastet e mospërputhjes së të dhënave mbi numrin e fletave të numëruara dhe numrin e përgjithshëm të pjesëmarrësve. Kreu i KQZ-s tha se në të gjithë vendin kanë dalë të pavlefshme 9 kuti, 7 nga të cilat janë shpallur të pavlefshme që në momentin e dorëzimit. Ajo çfarë mund të jetë më interes për ju dhe për publikun është numri i votave për kandidatët që ngelen akoma për të vlerësuar dhe në një vlerësim paraprak të këtij numri votash janë rreth 50.000 të tilla sipas vlerësimit që ne kemi, po për 413 kuti të mbetura. Pra janë rreth 50.000 vota për kandidatët të cilat janë akoma për të vlerësuar për të nënt qarqet. Në vijim të sqarimit të themi mbi disa të dhëna të pasyura në faqen e internetit Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të cilat duke se kishte një kontradikt, jeni të lutur që të shënoni këto të dhëna. Janë 201.956 zarfe të DHL-s të dorëzuar në KQZ, unike, që do të thotë janë 201.956 zgjedhës të themit, cilët e kanë kthyer mbrapsht fletën e votimit nëpërmjet shërbimit të DHL-s.